Ja çfarë i ndodh trupit nëse konsumoni brokoli çdo ditë. Brokoli është një nga perimet më të mira që ekspertët rendisin disa vlera ushqyese të rëndësishme për ju. Ai mund të ofrojë lëndë ushqyese të rëndësishme për trupin. Brokoli është i pasur me vitaminën C, K, folat, potasium, fibra dhe antioksidantë të cilat janë thelbësore për funksionin e trupit. Ai përmirëson tretjen dhe mikrobiomën. Fibrat e brokoli ndihmon me tretjen, nxit lëvizjet e rregullta të zorëve dhe ushqen bakterie të shëndetshme. Mbështet sistemin imunitar. Përmbajtja e vitaminës C tek brokoli ndihmon trupin të luftojë infeksione dhe të lehtësoni edhe problemet të rënies së imunitetit. Brokoli është i mirë për shëndetin e zemrës, duke stabilizuar kështu edhe qarkullimin e gjakut. Është i mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak, ofron një mbrojtje më të mirë të trurit kundër plakjes, forcon kockat dhe ofron përfitime për lëkurën, mbron trupin gjithashtu edhe kundër problemeve kronike.